ma mirë është me pas frikin se po dështon, se sa me pas vetbesimin dhe vetbesimin me të rëzu. Me të rëzu për tokë është me Alivanovës që thojnë. Unë i kom pas 2 dështime njëtë, po nuk kom dëshirë me i thonë këto në studion Këtë kena pas dështime? Do më thonë ato 2 dështime kanë qenë super të mëdhaja, që unë sot e asaj ditë thëmë që pse nuk e kom marrë forcën, jo dështime personale për veten time, po dështime për persona që janë jetën time. Edhe kom thonë gjithmonë se kom marrë atë forcën për me rikuperu atë gjë, ose pse nuk im kona i zoti me ngritë zonën edhe me thonë hej që kjo nuk është qështu, që kjo nuk është qështu, dhe that's it. Tani ka njerë do sanë ndodhen për ma mirë. Nështë asat më me konë shembulli maj mirë për qëta persona që kalojnë drejt qësaj rrugë, do më thonë për mi të regu që nuk do në me konë të ndamë qoftë nga aj apo që nga kjo, për mënoj të njerëzit që kanë familje të veta, do më thonë kur ndanë rrugë të 2 personave, atër ti duesh me konë aj personi që duesh me rekuperu vetën tonë mas pari, ma ndej persona që i kinë jetën tonë. Këtu ka qenë një dështimi imi që ndoshta thëmë si a fali vetës. Na shta dhe sukses, kurse din që na shta ma miru ku për ty. Po, për vetën time ka qenë sukses. Shumë sene me ndonë që i ke dështu, për në fakt është ma mirë.